Vajza që bëri pakt me fantazmën. Kush prej jush beson në fantazma? Dhe sa prej jush mund ta besojnë një rast të tillë ose një ngjarje të tillë? Ndiqeni me kujdes sepse një rast të ngjashëm më ka ndodhur edhe para disa viteve me dy vajza që kishin ndarë në një shtëpi. E kam thënë këtë një herë në një diskutim të përbashkët në një live, por dëgjoni me kujdes se çfarë ka ndodhur kohët e fundit sepse videoja është bërë virale. Si gjithmonë kur shtu rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përbashkë. Tata Lopez quhet kjo vajzë dhe është një influencer në rrjetet sociale. Ka shumë ndjekës në TikTok, ka me fjalë në atë kohë përpara se të ndodhte kjo sepse ka ndodhur është rast i freskët, përpara se të ndodhte, ajo thoshte që kishte disa mira me fjalë klikime, kurse tashmë ka miliona klikime dhe miliona ndjekës. Dhe tani dëgjojeni se çfarë ka ndodhur. Kjo vajzë, teksa bën këto momentet, ka patur raste edhe në momente live. Pra, jo vetëm video kur bën video kështu, por edhe në momentet live. Bile, në për momentet live ka seleksionuar rreth 17 momente të çuditshme, që gjatë momenteve live diçka ndodh në shtëpi. Për shembull, hapet dera pa pritur kështu, duke bërë live, nuk hapet pas 10 minutash, për shembull që mund të ishte e kurdisur, por hapet pas një farë kohe, gjysmore apo pas një ore. Ndonjëherë dritaret ose u kërc xhami i asaj ku vë këto pjata lugë dhe pironj një ditë. Dhe ka ndodhur pra disa raste. Ajo tregon, pra kjo vajza, kjo tati Lopez, jeton në Mendoza të Argentinës, në një qytet, dhe ajo tregon që kishte ndërruar shtëpi, kishte pak që kishte ndërruar shtëpi, në fjalë ka rreth një vit e gjysmë, 2 vjet. Por ç'është e vërtetë ajo bënte edhe më përpara video, por nga një vit e gjysmë dhe këtej i ndodhin këto fenomene të çuditshme kur ju thash që ka seleksionuar 10 prej tyre, por një prej tyre ishte edhe ky rasti që ju thash me këtë që janë 17 raste të ngjashme. Dhe njëri nga këto i ndodh që hapen dyert, hapet kanata e dritares, hapen këto parmakët, bëhet zhurmë. Ajo thot që gjatë momenteve pra të videove të saj, thot që shpeshherë në për video kjo, thot që dëgjon hapa në shtëpi ose dëgjon disa zhurma. Bile, një ditë ju duk sikur e kapër nga floku. Me fjalë dikush e kapi nga floku sikur ta tërhiqte, me fjalë që nuk donte që të flinte aty. Nejse, këto ishin ato që ajo kishte hasur më përpara. Por çfarë ndodhi më vonë? Teksa ajo po shikonte ndeshjet e futbollit që ndodhen tani, është tifoze e Argjentinës, për më tepër ka të gjitha ata ndjekës. Dhe çfarë bërje? Tha, unë do i shikoj ndeshjet deri vonë dhe do i bëj momente live. Në momentet e liveve, pikërisht në momentet live, gjatë momenteve që ishte kampionati botëror, ajo hasi në disa momente të tjera, pra me këto anomali, me fjalë me këto mistere. Dhe çfarë bëri? Një ditë e sugjeruan sepse pati shumë polemika. Disa thoshin që mos e kjo i bën vet. Ajo u betua dhe thot unë nuk kam bërë asgjë vet, por do të dëshiroja që të flas me një medium ose një sensitive. Dhe u ofrua njëra nga rrjetet sociale aty ku e kishte dëgjuar, bile dikush ja sugjeroi këtë, por ajo u ofroi vet dhe i thot asaj që të bënin një seduta spiritika, ose si mund të quhet, një ulje, një menaxhim, si mund të quhet. Dhe çfarë bën? Ulën dhe bën spiritizëm. Të pak në kështu thot ajo, dhe nuk është se e bëri publike këtë, sepse nuk lejohet në rrjetet sociale, por thuhet që bën spiritizëm. Dhe ulën 4 veta, sepse zakonisht duhet të ulen 3, 4, 5, 6 veta, me fjalë rreth një tavoline. Dhe thërritën një këtë shpirt, me fjalë fantazm, kush ishte aty, nëse ishte një fantazm. Dhe çuditërisht ra në kontakt me një 82 vjeçar. Ky 82 vjeçari u tha emër mbi emër, u tha çfarë kush ishte problemi etj etj. Pas 3 ditësh zbuluan që ky 82 vjeçari kishte banuar në këtë shtëpi deri në vitin 1970. Është shumë e çuditshme, sepse ajo asnjë nuk e dinte fare këtë gjë, ndoshta e kishte lexuar më përpara, nuk e di. Por ajo betohet që nuk dinte asgjë prej këtyre, por e zbuloi kjo sensitivja. Sensitivja nuk e njihte më përpara, kështu që unë them që diçka mund të ketë në këtë histori, diçka të vërtetë po flas. Dhe si përfundim bën një pakt.
Me një fjalë, kjo sepse i kërkoi asaj vajzës, asaj sensitives, vajza, i kërkoi që të bënte një pakt. Dhe dini se çfarë pakti? Nuk ishte bërë asnjëherë një pakt i tillë. I kërkoi që pakti ishte ky, që ai, pra fantazma, ky 82 vjeçari, të rri në shtëpinë e tij, por të jetë gjithmonë në dhomën e tij. Pra në një dhomë kur ajo ka 3 dhoma ajo shtëpi dhe i dedikoi një dhomë. Në fakt, në një nga këto video tregon që ai ndez dhe fik dritën gjatë netëve, gjatë darkës. Me fjalë, fiket 20 drita ndonjëherë. Po ta shikoni, thash, tati Lopez quhet, nga Argentina. Është shumë e famshme. Me fjalë, u bë e famshme, ka 2 milion klikime vetëm ajo video ku ajo tregon pikërisht për këtë. Dhe në fund të kësaj sedute, me një fjalë, që i thas që duhet rrit tek dhoma e tij, shumë e çuditshme, por nuk ka patur më momente të tilla, pra momente të ngjashme, momente që të hapen dyert, të ketë krisje apo ecje nëpër dhomë, apo t'i vi dikush natën në gjumë, nëpër ëndra apo ku ta diun, nuk ka patur më. Tani dikush nga ajo do thotë ndoshta e ka bërë për famë, po ajo nëse bënte për famë do vazhdonte ta bënte për famë akoma, do thoshte që ka ende fantazm etj. Kështu që unë nuk e di, po më them që ka diçka të çuditshme. Dhe do ta lidh me atë që kam dëgjuar para disa vite që na i ka thënë një çift, dy vajza ishin studente, ato jetonin këtu në Rom dhe teksa unë frekuentoja një lokal, ishte një lokal i një shokut ton dhe një pub. Dhe unë zakonisht nuk bëja spektakle nëpër pube, mirë po ky më kërkoi që të rritej numri i këtyre i klientëve dhe ndonjëherë bëja ndonjë spektakël aty. Dhe pasi mbarova spektaklin, ula se më kërkonin kështu gjithsekush kur ishte aty, bravo, spektakël i bukur etj. Dhe ishte dhe ky çifti, me fjalë ishin këto dy vajza. Tani nuk e di nëse këto ishin të lidhura mes njëra tjetrës apo jo. Pak rëndësi ka, por ajo që më bëri përshtypje ishte fakti që më treguan pikërisht një fakt të tillë. Pra, dhe nuk do të harroj këtë, sepse i sugjerova një sensitive që bëri të njëjtën gjë. Është e vërtet kjo, me një fjalë, ato thoshin që nuk i rizinte gjumi natën në një shtëpi shumë e vjetër romane në Rom dhe që i krijoi probleme të mëdha. Dhe pas, me një fjalë, nuk mundeshin që të studionin. Sepse çdo natë bëhesh rrëmuj, me një fjalë binin sende, qaheshin këto gjëra, si u them, këtyre prej balte, tase, apo ndonjëherë edhe këto gotat, hapeshin dyert, dritaret, me fjalë ishte shumë më intensifikuar, me fjalë lëvizja në këtë shtëpi, siç ma treguan këto vajzat, sesa ajo që tregon kjo nga Argentina. Dhe saqë këto vajza atë vit kishin probleme, me fjalë, për të dhënë provimet, sepse nuk i zinte gjumi natën, flinin vetëm ditën. Ndonjëherë edhe ditën nuk kishin mundësi që të flinin sepse shkonin shpesh në universitet, dhe ndonjëherë kishte edhe rrëmuj, kishte zhurma pra gjatë ditës. Kështu që natën nuk flinin, ditën nuk flinin dhe kishte një kaos total. Si përfundim shkoi kjo sensitivja, një sensitive nga Roma, dhe pasi bëri disa rite aty, çdo gjë shkoi mirë dhe ato ndëruan shtëpi në fund fare, por ato 3-4 muaj që ndënjen akoma aty, ishte çdo gjë në rregull, paktën nga fundi i sezonit, por sidoqoftë ato lanë në shtëpi. Tani nuk është hera e parë, sepse kemi dëgjuar edhe në Tiranë, kemi dëgjuar disa raste ndonjëherë që tek disa shtëpi ka disa lëvizje të çuditshme, që dikush i cilëson si fantazma. Tani, ju e besoni këtë vajzën nga Argentina, po apo jo? Dhe tjetra, ju mendoni se mund të ketë jetë të një fantazme që mund të vazhdoj të jetoj aty në shtëpinë e vet, ose në vendin ku ka mbetur mes këtij dimensioni dhe tjetri, sepse kështu thuhet. Megjithatë, në këto raste tregohet që përveç këtyre riteve që mund të biesh dakord si ra dakord kjo nga Argentina, kjo vajza, por ka edhe disa teknika tjera, siç ju kam thënë edhe një herë, për shembull që me krip, pra duke hedhur krip gjithandej dhe duke u lutur, sepse lutjet janë kryesorja. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni dhe natën e mirë.